Pushimet në Ksamil do t'ishin të fundit për turistin portugez Luis Miguel Varela Mendes, u gjeti vdekur në shezlongën e një beach bari në zonën bregdetare të Ksamilit. Nga të dhënat paraprake mësohet se turisti Miguel Mendes ka qenë klient në këtë beach bar me disa persona të tjerë dhe është përfshirë në konflikt për një vajzë me Sokrat Vatër nga Hasi që punonte si truproj. Në konflikt mësohet se kanë qenë disa persona të përfshirë ku e kanë nxjerrë nga lokali deri tek porta ku dhe 29 vjeçari dyshohet se ka goditur me thik. Pas ngjarjes autori është larguar nga vendi, por aratisja ka zgjatur vetëm disa orë. Vata u kap nga blut në Leban, i fshehur brenda bagazhit të një makine. Autori 29 vjeçar nuk është një emër i panjohur pasi ka një të kaluar kriminale në Britaninë e Madhe. Ai është arrestuar dhe dënuar në Angli në vitin 2024 për trafik droge me 5 vite burg. Ndërkohë rrethanat e lirimit të tij nga autoritetet britanike mbeten për t'u sqaruar. Sipas policisë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe në drejtimin e prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes.